Hej miqtë e mi, uroj të kaloni bukur dhe të jeni mirë. Sot është e premte, po shkojmë drejt një vikendi dhe le të jemi të gjithë pozitiv. Xheneta Fetau me hyrjen e saj në Big Brother ka thënë shumë gjëra, ka folë për gjithçka dhe me patjetër që do të ishte në qendër të vëmendjes. Xheneta Fetau është rikthyer në qendër të vëmendjes me rihyrjen e saj në Big Brother VIP Kosova. Ish-banorja e Big Brotherit ka ringjallur dinamika të shumta, ndërsa duket se ka hapur zemrën për relacionin e saj me Gjestin. Edhe pse nuk e specifikoi drejt për drejt emrin e tij, u kuptua qartë se Xheneta po fliste për të gjatë diskutimeve me banorët gjatë gjithë shtëpisë. Domethënë, gjatë gjithë kohës në diskutime që Xheneta ka patur, edhe pse në fakt ka patur dhe influencë nga banorët për marrëdhënien e saj me Gjestin, për situatën e saj me Gjestin, për dashurinë e saj me Gjestin, Xheneta nuk ndaloi së foluri për Gjestin. Me thënë realitetin, munde me thënë 100% ndoshta kam pasur lloj ndjenja për ta pa vetë dijen time, thot Xheneta. Do të thënë, siç e ka thënë për intervistat e tjera, që e kam kuptuar kur kam dalur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë, loja brenda nuk e ka lënë Xhenetën që ta kupton dashurinë për Gjestin. E kam kuptuar në mënyrën sjelljen që ai e ka bërë këtu brenda. E kam kuptuar kur mua më dhëmbi kur e kam parë me dikë tjetër. Do të thënë, Xheneta thot që mua më doq kur e pash Gjestin që ishte i lidhur me Eglin. Dhe mbi të gjitha, aty e kam vërejt që kam diçka që mua ma ndjen për atë. Relacioni i saj me Gjestin ka qenë tetë i komentuar në edicionin e vitit të kaluar. Do me thënë, Xheneta thot në momentin kur unë dola jashtë edhe e pash Gjestin që ka krijuar një lidhje dashurie me dikë tjetër, sepse banorët nuk është se kanë patur informacion brenda shtëpisë se çfarë bëhet jashtë, domethënë, atyre imagjinoni su kanë treguar për shpat kasapin e jo më lëre për Gjestin që ka hyrë në Big Brother VIP Albania. Ajo thot më ka dhëmbur shumë që pash mashkullin që unë e doja, që aty thot e kam kuptuar që e doja, do të thënë ja dua sinqeritetin, kur e pash që është në krahët e dikujt tjetër. Do të thënë, Xheneta me shumë dhimbje e shpjegon marrëdhënien me Gjestin, që nën kupton do shta lë mesazh për të kuptuar që e do edhe sot, nuk i dihet, ë.